Për sa i përket pastaj çështjes së rastit konkret, e përsëris, rasti konkret është në një tjetër proces. Nuk është më i lidhur me pezullimin. Dhe që ti jemi shumë të qartë bashkë, Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen. I kam atje në dosje. 3 herë. 1 herë kur ju ngrit akuza, herën e dytë kur ju bë pezullimi i parë dhe herën e tretë mbasi gjykata kushtetuese nuk mori vendim. Dhe të 3 herët jam unë që e kam refuzuar dorëheqjen. Sepse dorëheqje nën presionin e një fuqie që ka dalë nga territori vet dhe është futur në territorin e pavarësisë pushtetit ekzekutiv nuk ka. Dhe jam falenderues për faktin që nuk ka persistuar, po ka vazhduar ta marrë gjitha të balt mbi fytyrë, sepse unë nuk e pranoj dorëheqjen deri kur të plotësohen kushtet. Dhe se kur plotësohen kushtet nuk e përcakton dot as prokurori, as gjykatësi i seancës paraprake, as media dhe as gjyqi popullor. Sepse nëse do të hynim në këtë logjik, atëherë do t'i hapnim rrugë një historie që do të dëmtonte seriozisht kapacitetin e pushtetit ekzekutiv për të qeverisur. Kujt më tregon Gjermaninë apo më tregon Danimarkën, i them këtë. Jemi në kushte tërësisht të ndryshme. Në Shqipëri jemi në një fazë revolucionare, transformuese, rrënjësisht përmbysje të një sistemi të kalbur, të një historie ku tradita ka qenë dhe mbetet problemi më i madh për të ndërtuar një sistem gjyqësor demokratik, sepse është një traditë që shkon në të kundërtën e lirisë dhe natyrisht jemi në kushtet kur duke i dhënë pavarësinë e plotë pushtetit gjyqësor, duke ngritur struktura speciale për të luftuar ne që jemi ata të cilët duhet të qeverisim në të njëjtën kohë, është shumë e rëndësishme që të jemi të vëmendshëm për të ruajtur pikërisht balancën që në mënyrë të përsëritur rrezikon të prishet nga aventurizmi i një prokurori këtu, i një gjykatësi atje. Kjo nuk mund ndodhi. Dhe në ndërkohë, duhet jemi shumë të qartë dhe për gjë tjetër. Kur vjen puna tek personat me të ashtu quajtur imunitet, në Shqipëri nuk ka imunitet ndaj hetimit. Në Shqipëri ka imunitet vetëm për të siguruar që liria e personit, liria individuale e personit cënohet vetëm me një arsye të fortë. Nuk ka imunitet ndaj hetimit në Shqipëri. Në Gjermani duhet shkosh të kërkosh leje që të fillosh hetimin, siç që kemi pasur ne shumë vite përpara. Edhe në shumë vende tjera të Europës duhet shkosh kërkosh leje të fillosh hetimin. Në Shqipëri nuk i merr leje askujt për të filluar hetimin dhe mund të vendosësh në hetim çdo qoftë, presidentin, kryeministrin, ministrat, çdo qoftë, me të gjitha instrumentat që ka hetimi dhe askush të pengon. Kur vjen tek imuniteti për të kërkuar kufizimin e lirisë, aty pastaj nuk është më çështje e hetimit, çështje e personit. Dhe aty sigurisht që ka një proces tjetër paralelisht që ne do ta zhvillojmë duke qenë shumë të vëmendshëm dhe natyrisht gjithmonë në respekt të pavarësisë së pushtetit gjyqësor dhe të drejtësisë për të bërë punën e vet. Por ama secili duhet ta bëjë punën e vet.
Nuk jemi këtu që drejtësia të bëj punën e vetë, ne të bëjmë punën e drejtësisë. As në sensin pozitiv, as në sensin negativ. Ne jemi këtu për të qeverisur, për të marrë vendime, për të çuar përpara proceset tona, për të realizuar programin tonë qeverisës, për të mundësuar zhvillim ekonomik. Dhe natyrisht që unë jam shumë i ndjeshëm kur shoh që dhe vetë zhvillimi ekonomik vihet në pikpyetje nga tkurrja për shkak të presionit të madh. Të bësh 40 kontrolle banesash ditën e vitit të ri, do të thotë që të mos kesh asnjë ide për efektin psikologjik mbi shoqërinë, e cila është e gjitha e mbyllur nëpër shtëpia me familjet e veta dhe në televizor o do shikoj këngë dhe valle, se është vit i ri, është dita e vitit të ri, o do shikoj se si shkohet nëpër banesat e gjithë dynjas për çështje të para 5 vjetëve. Këto janë gjërat cilat janë eksese revolucionare në një kohë revolucionare. Kohën revolucionare e kemi stimuluar vetë, s'kam asnjë pendes për këtë, e bëjmë të diskutim edhe kur nuk ka kamera, edhe e di shumë mirë që shumë prej jush si shumë të tjerë janë të zhgënjur, unë jo. 100 herë të kthehesha, 100 herë do bëja të njëjtën gjë dhe e them këtë siç e them jashtë kamerave. Sepse nëse s'do e bënim këtë dhe nëse s'do ta vazhdojmë këtë përpjekje, nuk do ketë kur drejtësi të pavarur në Shqipëri edhe një gjenerat tjetër. Kjo është rruga me të gjitha dhimbjet dhe me të gjitha problemet e veta dhe ne duhet të bëjmë çmos të ruajmë balancën. Sepse po e rëndësishme sa përpjekja për drejtësinë e pavarur është dhe përpjekja për një administratë publike të mbrojtur dhe eficiente. Punojësit e administratës nuk janë mish për top, të askujt. Punojësit e administratës nuk janë shënjestra për të mbushur prokurorët CV-n e tyre që të paraqiten nesër si kandidat të ardhshëm për prokurorinë speciale. Është bërë e patolerueshme ajo që ndodh në prokuroritë e rrethave, me fletët e arresteve që shpërndahen si të ishin ftesa për dasëm. Një punojës e administratës model që ka 5 vjetë që lufton me kancerin,